Familja tradicionale shqiptare, një mit I shpifur, një stre e krimit e abuzimit. Në Shqipëri, politikanët, klerikët e disa pseudomoralist në mbushin veshët me predikimin për të ashtu quajturën familje tradicionale. Na servirin klishe të mykura, sikur ky institucion qenka themeli I shoqërisë, sikur këtu strehohet morali, dashuria dhe edukimi I brezave. Por e vërteta është shumë e errët, shumë e dhimbshme. Në këtë familje tradicionale janë konsumuar dhe konsumohen për ditë krimet më të shëmtuara, plagët më të thella dhe tragjeditë më të heshtura. A nuk ishte pikërisht një familje tradicionale ajo ku në kukës 5 meshkuj, ndërta edhe familjar, përdhunuan një vajzë 15 vjeçare? A nuk ishte një baba në patos, simboli I kryefamiljarit tradicional, ai që përdhunonte vajzën e vet? A nuk ishte rasti I përmetit, ku burri plak dhe njëkohësisht mjerku I vajzës abuzonte me të miturën brenda 4 mureve të shtëpisë? Dhe sa rastet të tjera, që çdo ditë mbushin titujt e gazetave e faqet e portaleve. Çdo ditë një vajzë, një grua, një fëmijë dhunohet, shfrytëzohet për buzet e zakonisht jo nga bota e jashtme, por nga shtëpia, nga fisi, nga gjaku. Ky është realiteti I familjes tradicionale shqiptare. Një realitet I mbushur me heshtje, me frikë, me turp, me dhunë. Një realitet ku në tapetin e dhunës fshihen mira raste të tjera, që nuk dalin kur në media, që nuk raportohen kur, sepse shoqëria jon është ndërtuar mbi frikën e fjalës, çdo thon të tjerët. Hipokrizia është ulur këmbërkryq. Kritikohet një nën beqare, një çift homoseksual, një grua që zgjedh të mos martohet, e këta shpallën rreziku më I madh për shoqërinë. Ndërkohë, askush nuk ka dëgjuar për një burr homoseksual që ka abuzuar me një të mitur. As për një grua lesbike që ka dhunuar një fëmijë. Sepse abuzuesit nuk janë ata që luftojnë për të drejtat e tyre, për lirinë e tyre, për barazinë gjinore. Abuzuesit janë pikërisht ata që shihen pas maskës së burrit të martuar, të babait, të gjyshit, të klerikut, të fqinjit të nderuar, të gjithë pjesë e kësaj familjeje tradicionale. Kjo është familja tradicionale shqiptare. Një vatër ku fëmijët abuzohen nga baballar, xhaxhallar, kushërinj e deri nga fshinjet. Një shtëpi ku nënat heshtin nga frika e turpit dhe e gjykimit. Një sistem ku vajzat rriten me idenë se duhet të durojnë, të heshten, të mos flasin. Një struktur ku meshkujt rriten me bindjen se kanë pushtet mbi trupin dhe jetën e grave. Dhe mbi këtë realitet të zi, shfaqen kritik moralist që na mbajnë leksione për nënat beqare, për çiftet e të njëjtit seks, për gratë që duan të jenë të lira. Ata nuk shohin muret e kalbura të shtëpisë tradicionale, që u shembet mbi kokë çdo ditë, por shohin një grua që rrit fëmijën e saj, vetëm dhe guxojnë ta quajnë kërcënim. Pyetja e vërtet është kjo: çfarë ka më shumë rëndësi për Shqipërinë sot? Të mbrojmë një familje tradicionale të rreme, të kalbur, të mbushur me dhunë skandale, apo të luftojmë për barazinë gjinore, për ligje që mbrojnë fëmijët, gratë, njerëzit vulnerabël? Pyll pa dera nuk ka, thot populli. Por në Shqipëri, në këto familje tradicionale, duket sikur ka më shumë dera se pyll. Dhe çdo ditë viktimat janë të pafajshmit. Prandaj mjaft më me moralizma bosh. Mjaft më me sulme kundër atyre që nuk I bëjnë dëm askujt. Merruni me problemet e vërteta, me abuzimet, me përdhunimet, me varfërinë, me mungesën e edukimit. Merruni me realitetin e zi të familjes shqiptare dhe mos e fshihni pas një fjalje të rreme, si familja tradicionale është themeli I shoqërisë. Nëse ky është themeli, atëherë themeli është kalbur. Dhe nëse nuk kemi guximin ta pranojmë, gjithë ndërtesa do të shembet mbi kokat tona.